Atëherë po ju shoqëroj. Si jeni? Faleminderit. Sot jam në pranë jush. Më bëj qefi dhe ju falenderoj që pranuat ftesën për të ardhur në programin ton. Edhe pse është një ftesë pak sa e çuditshme, pasi kur nuk e di se kush ju ka ftuar, gjithmonë ka një pikpyetje shumë të madhe, një kuriozitet shumë të madh, por ndërkohë nga ana tjetër besoj që e kuptoni që bëhet fjalë për një gjë të mirë. Ka dhe bukurinë brenda. Ka dhe bukurinë e vet, sepse gjithmonë atë energjinë pozitive që përçon, që transmeton gjithmonë e zemra e kuqe, ajo bën të vetën se thua për të zbukuruar gjithmonë atmosferat tona. Shpresoj të jetë diçka e bukur. Atëherë, në gjatë historisë që unë tregova të përmbledhur, një historisë tuaj, aktivitetin që ju keni kryer, keni punuar gjithkohës si mësuese, më pas si drejtoresh, pastaj si nëndrejtoreshe e shtëpisë së fëmijës së Tiranës, gjithmonë keni qenë në kontakt me fëmijët, me brezin e ri, le të themi. Në një mbres të veçantë, në një kujtim të veçantë, cila ka qenë periudha më e fortë e jetës suaj? Në gjitha këto marrëdhënie që keni pasur me fëmijë të ndryshëm në institucione të ndryshme. Të punosh me fëmijë është një gjë shumë e bukur, paqësa dhe vështirë. Unë ju falenderoj që sot pata një fat të madh, mund të them, në këtë moshë, kur njeriu mendon se i ka përfunduar deri diku gëzimet, kam rastin, domethënë, të shpreh kënaqësinë për ato vite që kanë kaluar, që akoma janë në kujtesën time dhe do të vazhdojnë derisa të jem gjallë. Ju përgëzoj për emisionin që keni, është mjaft i ndjekur me sa diskutoj dhe me të afërmit dhe shoqërinë. Faleminderit, më bëhet qejf. Dhe ju jeni shumë faleminderit. Ndërkohë, le të kthehemi tek fëmijët, të cilët e kanë pasuruar shumë, besoj, tërë botën tuaj. Sigurisht. I kanë dhënë bukuri tjetër punës tuaj. Sigurisht. Tash një punë shumë e vështirë, po mjaft e këndshme. Janë vite të tëra dhe unë e kam shumë të vështirë të përzgjedh gjërat më të bukura, sepse ato mbajnë mend. Shumë të bukurat, të këndshme, të gëzuarat, edhe ndonjë gjë që të ka prishur gjumin, qetësinë. Unë jam munduar gjatë jetës time, si çdo mësuese që është dhe edukatore në të njëjtën kohë, të jap dashuri, të paktën kështu mendoj, kështu kujtoj. Dhe të dashuri t'ja jap brezit më të ri, fëmijëve. Së pari fëmijëve si mësuese, dhe së fundi në prag të pensionit, 11 vitet e fundit, fëmijëve jetim. Në thonjë za jetim, sepse ata mendojnë na kishin ne të gjithëve, stafin. Që jeni munduar t'i zëvendësoni prindit e munduar. Që jemi munduar, po sigurisht. Jo ta mama dashuri që mund t'japi prindi, sado prindi biologjik. Në këto gëzime janë fillimet e punës. Vetëm se unë kam maman time mësuese, në fakt, edhe gjithmonë e kam dëgjuar të thotë që është shumë e vështirë t'i mbash mend të gjithë nxënësit. Më tregojnë që i ndodh shpesh të takoj nxënës të cilët tashmë janë rritur në rrugë dhe që nuk i mban më mend. Vetëm kur ata përpiqen dhe i thonë që të kujtohet, unë kam qenë nxënës të filan shkollë, kam qenë filan klasë, ti më kishe nxënës shumë special, po ndërkohë mësuesi kalon aq shumë fëmijë, aq shumë breza njëri pas tjetrit, sa është e vështirë t'i mbaj mend të gjithë. Por e rëndësishme është që ka falur shumë dashuri dhe shumë e bukur që janë ata që i mbajnë mend me shumë dashuri dhe kujtojnë me shumë dashuri mësuesët e tyre. Njerëzit që kanë investuar tek ta, që kanë dhënë njohuri, dije, po mbi të gjitha dhe shumë dashuri, siç keni dhënë ju veçanërisht në shtëpinë e fëmijës apo jo. Po. Keni ndonjë ide se kush mund të jetë personi që ju ka ftuar sonte? Pikërisht mua atje më shkoi mendja tek fëmijët e shtëpisë së fëmijës, sepse thash kam dhënë dashuri, mendoj unë. Tani si çdo edukator dhe punonjës që ka qenë atje, se të punosh atje dhe mos japësh dashuri është e kotë. Dhe duke ditur që atje kisha një marrëdhënie, domethënë midis meje dhe fëmijëve, dhe kur them midis meje përfshi dhe gjithë stafin e punës, them se po t'japësh dhe do marrësh, pavarësisht se kjo s'ka qenë moto ajo, t'japim po jo të marrim. Jo me qëllimin për të marrë. Me qëllim për të marrë. Është një marrëdhënie që po dhe edhe diçka mbetet, domethënë.
Dhe them se është bukur në qoftë se do të marrë në një gëzim të tillë sot. Atëherë, them që është momenti ndoshta të fillojmë ta zbulojmë pak nga pak. Të mësojmë se cili është personi që ju ka ftuar juve sonte, për t'ju thënë, me që jemi në këtë rubrikë që le ta quajmë faleminderit, është një fjalë e thjeshtë por që thot shumë ama. Shumë. Dhe të shohim se cili është personi që ka ardhur t'i thot faleminderit zonjës Elsa Mitrushi. Mirëmbrëma. Po të dëgjojmë. Jap mirënjohje drejtoresh Elsës për dashurinë e madhe që na ka dhënë për ne, që është shumë e humble dhe shumë e mirë. Atëherë, të ndalojmë një sekundë, sepse unë do doja që fillimisht të prezantoshim, nuk e di se sa, zonja Elsa në këto momente bën lidhjen se cili është personi Po bëj lidhje me zërin, po. I cili ka ardhur. Atëherë, do të prezantohemi? Më thuaj, prezantohemi atëherë, prezantohemi para zonjës Elsa në mënyrë që ajo t'ju njohë me njerë dhe të bëj lidhjen. Ka emocione, erdhi të ato direkt. Është Morena Mirdita. Faleminderit që Morena e dashur. Ti e për kaq i mirë. I dhe i shëndoshur. ke qenë një edukatore dhe një drejtore shumë e mirë. Të dalë nga goja jote këto. Më Dhe bën të dalë nga besoj. shpirti. Më bën të besoj se Mi ka e ndodhur si nën, që se pata kurmë në nëntive. Dhe mi e ndodhur si nën, të faleminderit për edukatër, për të gjitha, dhe t'i shpërbleva me të mira. Të kujtoj kur më theshe, Shumë faleminderit. të kujtoj kur më theshe, Morena, çfarë po bën, po studion, mbaroj një studime dhe që merr një grep, merr dhe një pe, rotkë dhe punoj, dhe unë po të dhuroj këto, të lutem. A të dhuroj nga dora time. Shumë faleminderit ti ke Dhe jam për juve. Sa të bukura, Morena. Po dëgjoj se të gjithë të bisede zhvilluam në këmbë. Mund të ulemi? Ti më emocionove kaq shumë. Kuqja të shtoka shumë. Me flokë të zeza me Je xhaketë. bërë shumë e mirë. Ti ke Atëherë, qenë e mirë. Po, Po, dhe edukata juaj ishte, do me thënë ëmbëlsia juaj, Shumë faleminderit. që na edukove dhe Unë kënaqem, po ti shkove dhe në një qytet shumë të mirë, Po. që të rrethuan Po, njerëz po. shumë të mirë në Korçë. unë Se ne kemi mbajtur deri diku lidhjet. që Morena ka jetuar në shtëpinë e fëmijës në Tiranë deri kur ka mbaruar klasën e 8. Dhe në momentin që duhet të shkonte të ndiqte në shkollën e mesme, ajo zhvendoset në shtëpinë e fëmijës në Korçë. në shkollën e Në mesme. shkollën e e mesme në mesme. konvikt pastaj kalonte, po. Sepse ne Rudina mundoheshim që me sa kishim mundësi, nuk linim derë pa trokitur, të gjithë për t'i sistemuar fëmijët, si pas të dhënave që kishin, si pas dëshirës që kishin, po sigurisht ajo dëshirë t'ishte edhe arritur, që të mund të arriste fëmija, për të shkolluar të pak në shkollën e mesme ta merrnin. Dhe më pas kush mund edhe në shkollë të lartë. Dhe i dërgonim si pas dëshirës tash për të marrë një profesion, ata që të paktën nuk mund të ndiqnin më lartë, të bëheshin diçka. Morena në fakt është bërë rroba qepse. Ka mbaruar shkollën e mesme. I kishte duart flori. Po, dhe më pëlqente kur vinja në zyrë, më pëlqente mënyra kur vinja në zyrë në drejtoresh, dhe ndjenja një mërzitje dhe trokisnja në derë. Të lutem, thesha, ke punë, thesha? Ajde, e linte çdo lloj pune, ajde, më theshte më. Dhe më pëlqente të flisnja se që është shumë e humble dhe do mbetesh gjithmonë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ajo ka ardhur sonte të thotë faleminderit për gjithçka keni bërë Faleminderit ju për për gjithçka dhe edukatën që më keni dhënë. Të gjitha bashkë, jo unë vetëm, gjithë edukatorët dhe punonjësit, i bën dhe nuk shkoj kot ajo. Po, nuk jam vetëm unë që flasë si Moren, janë dhe të tërë jetimat me dhe në tërë brezit tonë. Shumë faleminderit. Dhe të falenderojmë Kënaqësi e veçantë. mirësjelljen që ke bërë për ne. Shumë Më ka faleminderit. pëlqyer edhe mënyra, kur iknim në shkollë, më pëlqente shumë mënyra. Iknim në shkollë të mesme, në 8 vjeçare, dhe duhet të dilni me jaka, duhet të dilni më mirë se të tjerët. Dhe më pëlqente dilte drejtoresha dhe dilte në dera, jeni krefur,
nxirri një shamin, e keni të larë, jakën na rregullonte, shumë ku shkonte jaka shtrem. Na I rregullonte Dhe sot jemi mirë se të ndërpreva. Ti je sot më mirë se unë. Faleminderit. Sigurisht flas për rregullin, për dhe kjo më kënaq. Ju ka bërë që të mos e ndjeni mungesën e prindërve tuaj. Po. Që unë se pata kur, dhe se njojta kur. Se keni njohur kurrën në tuaj. Po. Ishte vërtet surprizë për mua. Ishte edhe kënaqësia ime që... Edhe ime bashkë. Më thënë, ruaj kujtesa shumë të mira nga ju. Ndërkohë unë edhe përpara ndoshta se të ndaheshim, sepse edhe koha neve na ngut paksa, por një moment I bukur që mua më bëri shumë përshtypje kur më treguat momenti kur zonja Elsa ju vinte në gjumë natën. Më pëlqente mënyra kur flinim. Dhe këndonte këngën e nënës, Tani Datakes, që mua më pëlqente shumë dhe mbuloj një kokën dhe theshte, Morena, pse I qalë? Më kujtojt nëna, s'ka gjë ta, po ta zëvendësoju me ëmbëlsinë time, me dashurinë time, dhe I shi një lotë dhe I dëgjonja me kënaqësi. Më vjen mirë që sot jeni sërish bashkë këtu të dyja. Shumë mua më kënaqësia është e imja. Edhe unë për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve Rudina që na krijuat Faleminderit zonjës dhe Elsa. këto dash. Faleminderit dhe juve. Faleminderit Morenës që erdhi dhe për të shprehur mirënjohjen e saj pikërisht këtu në programin ton, për nëndrejtoreshën e dashur e cila e ka arritur dhe e ka ushqyer me shumë dashuri. Dhe më ka edukuar me mundësit Dhe më të ndërkohë mira. ku I lam qentrot? Ku I lam qentrot? Se unë pre nga Sa të bukura. emocionet, shumë faleminderit. Këto janë të punuara nga Dora e Morenës. Unë shpesh I afrohesha vajzave dhe I thoshe Po, na mësonte, afroheshe vajzat, na mësonte si të gatuanim, si të lanim, dhe si të punonim gjëra artistike, gjëra me grep, si të mundohesh edhe ne ja ku jemi sot. Ju falenderoj shumë. Besoj që do t'jetë një kujtim shumë I I bukur për apo jo. paharruar dhe Morena që është për kaq e mirë, me gjithë që unë e kam parë. Faleminderit, Që në fillim, do me thënë, dhe më pas, po tani kohët e fundit, jo. Edhe disha të them këtë Rudina, dhe për të gjithë që dëgjojnë. Them se diku kam lexuar që dashuria ndërton. Sigurisht në rastin ton, jo ndërtesa, po ndërton njeriun. Dhe flas në emër të gjithë stafit, sepse një drejtuese apo dy drejtues nuk mund të bëjnë pa punonjësin, pa edukatorin që I ka larë, I ka kurosur, I ka ushqyer, pa fjalën e ëmbël të tyre. Dhe them se në emisionet të tilla duen ato të para të sillen këtu. Sepse mundi I tyre është më I madh nga mundi jonë. Pavarësisht se ne evidentohemi, pavarësisht se ne Morenës sepse ajo mallin më të madh e kishte për ju. Shumë e madhe dhe kam shumë nostalgji. Ishte kënaqësi shumë e madhe për ne. Ke mbetur, do me thënë gjithmonë e mirë pritur. Është dhurata më e bukur. Faleminderit. Faleminderit. Dhe unë ju falenderoj që ishit. Ndërkohë, do doja t'ju përcjellja tani. Besoj se keni shumë për të folur, për të treguar, po unë jam shumë e kënaqur dhe jam shumë krenare që ne në këtë skenë po evidentojmë këto vlera dhe këto gjeste kaq të bukura humane që bëjmë për njëri tjetrin. Faleminderit dhe ju Rudina që na krijuat këtë emision kaq të bukur. Morena, faleminderit shumë zonja Elsa. Edhe juve. Dhe shpresoj që dhe fëmijët që janë duke na ndjekur tani të marrin një shembull sa më të mirë nëpërmjet modeleve tuaja që na keni inspiruar gjatë gjithë këtyre viteve. Faleminderit, faleminderit, gjithë të mira. Faleminderit. Mund të vazhdoni bashkë sepse e di që keni për të folur. Ua. Faleminderit shumë. Se për momentin Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Është kënaqësi. Do t'jetë një kujtim shumë I bukur, shumë I bukur. E më vjen mirë në fakt sepse historitë të ndryshme vijnë edhe nga fëmijët që janë rritur në shtëpitë e ndryshme të fëmijës në Shqipëri, fëmijë të cilët kanë vuajtje dhe dhimbje shumë të madhe në shpirtin e tyre, por që në një farë mënyrë I është kompensuar kjo nga njerëz të mirë, si zonja Elsa apo shumë të tjerë të cilët kanë ndarë dashurinë e tyre, kanë ndarë kohën e tyre me familjen e tyre, por edhe me familjen e madhe që ato kanë gjetur dhe që janë munduar të arrisin pak e nga pak me shumë kujdes dhe me shumë përkushtim. Do doja të bëja edhe një falënderim shumë special këtu për Institutin Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar, zotin Ilir Çumani, I cili gjithmonë na ka ndihmuar dhe shpërpjekur në trajtimin e këtyre temave kaq delikate dhe të rëndësishme. Ndërkohë,